Përparim Avdili, kandidat për kryetar komune të Cyriut. Faleminderit Altin, faleminderit Marash, mirëmbrëma gjithëve kujtën opik mi të nëndë. Faleminderit edhe për këto fjalë të bukura. Këtu mos dash me zgjatë shumë, sepse mbrëmja është shumë e bukur, besoj me fjalët edhe të shkurta. Unë e maj men herën e fundit kur kam qenë të ti misafir në misionin e tuj, mandej jam zgjedh. Kështu që edhe kësaj radhe për marrë si sinjal pozitiv pra, me prezencën teme këtu si misafir i juji, që këtë jetë sinjal pozitiv, pra që edhe me 8 mars, pra kur janë zgjedhjet e qytetit Zyrije, të ndodhë ky moment shekullor, pra që zgjidhën edhe në kryetari i qytetit Zyrije. Faleminderit krejtëve për mbështetjen. Zotit Anton Nikolla, sidomos. Edhe besoj që është një moment jo vetëm historik për mu personalisht, por edhe për komunitetin shqiptar që të arrim të kemi edhe përfaqësues tanë në institucionet përkatëse, kemi në qeverinë kantonale kemi shqiptar, kemi në Kuvendin Nacional kemi shqiptar, por mungon deri më tash edhe një kryetari një qytetit pra me domethënie të madhe besoj për mjaftu kapakun. Për Zyriun, për mjaftu ndoshta edhe kapakun. Faleminderit shumë. Shumë faleminderit.